një minut. Unë nifta për çit mentalitet që po folti. Mu krejt, a nive ta, vesh një minut. Krejt kanë thonë për mu, vesh një minut se është të lyp mendim. Mu krejt o njohin, më thonë ti je prapambet nëse këty në heret. Kur gjo se ki mendim me ti, çka i ka mëne? So jam kundër për shembull ndërhyrjeve estetike, jam kundër femrave që i fitojnë parët me mënyra të këqija, këtu kam dhënë shumë në opinion. Jam kundër tradhtis, ka 2 milion kanë shkuar shkushmëri që kum dalën për opinione që kum folën. Jam kundër njerëzve domethënë që janë fake, jam kundër femrave edhe meshkujve që kanë shoqni. Për shkak të provokojnë. Inteligjentës tonë. Si mas inteligencë është kuptohet, edhe fjala jeme se thash, kjo nuk e përfaqëson popullin shqiptar. A pozitiv o negativ? Qëre, ti ke dhënë një opinion për të tjerët, a moralisht ti këtu je për vetën tone. Ti s'ke folë kur gjo keq. A më kupton? Amo ajo nuk është e Kosovës. Si kur ti shkon e Kosovës, është diçka tjetër. Amo ajo nuk e përfaqëson Kosovën. Ajo është domethënë komplet. Po so shembull për femnat tash. E për femnat është mush me thonë diçka tjetër, ajo ma lidhet, a kjo që po thu ti për mentalitet, kjo nuk u rrit në Kosovë për pas mentalitetin e Kosovës. Plus kjo nuk e përfaqëson Kosovën. Kjo përfaqëson vetveten. Nëse s'ka thashë përfaqëson Kosovën. Po so shembull për femnat. Për shqiptar që ke thonë. Për shqiptarët është Kosova dhe Shqipnia, domethënë shqiptarët. Kjo nuk është e Kosovës. Nuk është e Kosovës. Kemi zi që flet domethënë shqip edhe po mundohet ato vetën. Aty s'kisha thonën, se aty kanë pas me drejt ata. Sa po thosh? Nuk e përfaqëson Kosovën, nuk është shqiptare, nuk ka asnjë pikë gjoku shqiptar. So është në shembull kjo këtu më fal. Nëse thu veprimet është diçka tjetër, është e mbrëmshme që dhe neve na bën muni keq. Kur na thot për shembull, çka thon tonit Kasravec, i ka thon për shembull Çan, i ka thon gjona tjera. Ajo lidhet, se veprimet mundesh mu kapën. Atë shqiptarët, për to nuk mund të më kapë se kjo është e Kosovës. Kjo nuk jeton në tokën e Kosovës, kjo nuk han tokën e Kosovës, kjo nuk punon tokën e Kosovës. Kjo është për Rumania, e kupton? Këtu, në gjithë pjesë kanë pas drejt ata. Ata, se kjo mirë keq përfaqëson vetën vet. Unë nëse bëj ato veprime, mund të më thonën për shqiptarin, se unë jam shqiptare, unë jam lindë më rrit në Prishtinë. E kupton? Veprime lidhet me gjëra personale që na përfshin edhe neve. Për shembull, puna e saj, profesioni i saj është jashtë neve. Ajo ka drejtën e botës me blu profesionin vet. Nëse lidhet me neve, në aspektin e drejtësisë, jo, edhe hiç pa bek. Jo, po them, Bigu për ty, e ka nivelin me pranuesi njerëz. Bigu ta jap të drejtën e botës, ti me jetu jetën tonë personale sipas dëshirës tone. Pa marr parasysh a je LGBTI, a je trans, a je moshkull me moshkull, për shembull, pa marr parasysh nëse ti nuk i bën dom askujt. Nëse ti nuk i bën dom, për shembull vezo, çto dy persona vezo janë dy meshkuj, putën, duan, ata kanë drejtën e botës. Më kumë bashkë. Se kur kush në botë, nuk ka të drejtë. Shka të pra të Londri edhe të Flodi po? Jo. Qëre, nëse më pyet mu si veprim, unë që ato se kësha bu kur asë min tem se kësha liu për shamë me bue. Edhe kom drejtën e botës, unë nëse kryoj familje mës me lo me shku me tentu, se në ashtë shkon, po me tentu, me eduku, si mbas kulturës tem, traditës tem, etikës teme. Me qëndrum brenda kornizave të mija, që më ka eduku dhe baba e nona jene. Se një më rritë, sigur ty që po thëmë. Kim Kardashiani nuk u rrit në Suarek. Ti edhe në fund botës me shku ti ke marrë kulturën prej prindit tonë, prej familjes tonë, prej mentalitetit shqiptarëve kosovarëve. Ti edhe në fund botës me shku. Që mentaliteti shqiptarëve këto mrena jo më po drejë me hyj djemë. Ti ki të drejt veprimin. Veprimin, a mo te pjesa e punës, ju. Unë e thash. Se e ka drejt që dush me veprimin sot tash nuk ka shamë. E veprimin ti kapo për veprimin. Mas pari thuj sjellja e saj është ju etike. Pse është ju etike? Është në rregull thuj mi thon Kasravec. Është në rregull me thon më na përfshi gjithë për kulturë. Kur ajo para se më na xhgu neve për kulturë, ajo mas pari do të më njoh mentalitetin ton. Se ti e orë në Kosovë, ti të shpikërthot mentalitetit tonë. Se që veni dhe ku veni. Në thash dhe, po në thash. Që veni dhe ku veni. Po në thash, thash që nuk e të kulturën do është frek. Kulturën. Profesionin jo, venin jo, kulturën, edhe veprimet kena të drejtë më kopën, edhe fjallit. Si mas veprimet, se o ti botash, nuk është në shambull për popullin. Hiç mos e leti popullin, për neve që na rritu në këtë frymë, në këto tradita, që jemi tradicional, mundëm të lidh prapë. Mundëm të lidh prapë se ka më të romu ballavaçu se kjo nëse ja qet pikën dikona, i ka ato provokimet e personat e njëjtë. Qëre, mirë është me koni përgatit, se këtu gjithçka është e mundshme. Është mirë me koni përgatit. Mënyrën thuj që shumë rritë, unë në kulturën tem, traditën tem, edhe në fund botës me shkue, unë nuk ndryshoj. Puna jam, profesioni jam me ka venin e vetë, se këto unë thuj e kom nisë për me mbjetu.
Jo, këtë që s'kiti, ki kushet fund, po kër rrugtimin kër e ke nis, do me thonë për më puj panvorën. I panvorën se çdo njoni, se pa punu, sa në 500 spikun, apo? Që që kultura dhe tradita, jënë gjona që në krenaj, profesioni personal, s'kemi të drejt me atë gjuku askoj. Pavarësisht na sa pëlqen. Unë se kam kritizu profesion, unë se s'kam thot profesion të sajna. Unë veç tash sjellët në sajna, tash nuk janë shembull për femrat. Kur gjo se ki mentalitetin, dhe se ti pas ke njaj shëmëson, që ka mëne? Unë e njif nga jashtë për tradicionale. Dishka për thamë dishka. Jam I bindur, se tje. Garant 2 milion vjetë e kam për krasën, nuk e këshurit ka si shembull. Po, ajo s'diskutohet. Amo, ti këto nuk dush me jap rolin e opinionistit për të tjerët. Ti ma shumë dush me ndërlidh me vetën tone. Nëse dënë me I fitu gjona. Dush me ndërlidh me vetën tone, ose me veprimin që momental që ty të ka ndodhë me ta. Shumë interesant. Edhe mëse, se I kom një muj dit, ma shumë se të qëto. Po. Edhe une I kom pas do mendimje që shtu sikur ti edhe s'kom fitu kërë. Ti dush me ditën, me mojt një lloj balans, se nisë mas nisë mund është mu penalizu. A kupton? Se qëto kur e hi kontratën kur e ke nënshkrue, nuk bën me full kundër racismit. Në ne. Gam, nuk dush me full kundër fes, kur I kena nënshkrue, nëse ke lezue. Nuk dush. Po. Kujdes, po thot, nuk bën me full. U bu vëllove madhë më falë. Dush mi respektu që ato që ke nënshkrue. Edhe në mentalitetin tem që kom dërtu jashtë, shumë sani I kumlon jashtë, se për ndyshe do të mu cëftu me pejt partit më ramtit. Se kur gjos jetin që të mentalitet, qka e mone? Se unë jam pro, vish të kryj ti, unë e kam pro traditave, unë jam pro me pas musafir, unë jam pro bereqetit, unë jam pro mirujt kulturën e titën. Qysh opinioni e krahason Kim Kardashianin me këta? Çfarë? Po ti s'ke ditë më mbrojt. Thuj punën dhe veprimtarin të cilin unë e kum nisur rrugtimin për me punu dhe me me gjallë si çdo njoni që punon për me me gjallë. Jo, ata kanë thonë Kim Kardashianin e kanë krahasu me Bin Khalifën. Jo, ata kanë folë në emër të mentalitetit, jo veç grazin, po te me Kimi është ajo që I ka bo ato veprimet për çka njifet, se unë s'po du me përmenën, dhe me këtë bia paka shumë e ka njëjtën punë që jënë në kuptimin e punës si porës. Ato I soshtë krahasimi, Kimi nuk e ka krahasimin. Pa jo ta. Kimi e ka bo një herë, ka ban për ditë. Edhe këtë bota një, Kimi e ka bo një herë në regull. Këtë kena bo galime, ama kjo tjetër nështë. Se ka sot Kimi me ta. Amo këta kanë dosh me lidhën paka shumë punën, profesionin, që të me thonë janë si ashto. Ti du të më madhon më një përgjej që ti kujton njëse e ki inteligent, po këta dëmë, ku të thotë, shka të të përbutë? Ullën nga të meje dhe unë e të edhe mendimin në temë, ras nevoje dhe kysh na pa më thonë të mu heq. Kur jetë të folë, të më abon edhe në me dhoni një mendim, se edhe një përkas njëtit mentalitet. E kuptën? Po, ti du të më madhon për më kanë gata, të ti... Unë e po të thëmë, thuj, puna dhe mentaliteti jënë dy dallimi si dita me natë. Mentaliteti jam edhe në fund botës më shkue, pavarësisht a dalë foto me Kimin, a dalë me Beyoncén, a me këndo qoftë, thuj në kry vetëm punën tem, profesionin tem, po mentaliteti jam prap se prap metët prej kombit, traditës, gjuhës, aty ku im lindë i ku im rritën. Edhe kombi jam, tradita jam, gjoku jam, feja jam, për sot e 100 vjetë nuk dëran kurën e kurës. Pa mor parasysh arri me Kimin, a me Beyoncén, a me Jenniferin, a me këndo qoftë. Unë aty me Jenniferin dhe me Beyoncén thuj përfshina në aspektin profesional, në aspektin e punës, po mentaliteti për sot e 100 vjetë nuk ndryshon edhe me ditë se kam punë me këtë botën. E qëto kur I thu, këtu janë dy veprime ndaras. Okej? Se këtu kanë erë dush me ditë edhe më mbrojt, se ti mënyrën se qështje punën që e bën, ty vazhdimisht më të kopç aty. Se kur të tatuazhe shtu kapen. A vëdim ti dush me ditë edhe më mbrojt. Unë e thash, një femën që të votë të në ashtu, tash unë si prinde kë isha vetë që ka po gabim. Edhe unë regull, unë vetë kam qiken. Unë e rreqë të qiken mi, nuk I maqë ato. Unë thuj nuk jam kundër, thuj, qëre për punë, thuj e kaja drejtën e botës që shka punan. Dhe po sa përket veprimeve, na përderisa po jetujnë atë qëto, normal që për natyrën tem që shumë rrit, karakteri I saj, në drejtë meje, është I papranushëm. Unë s'moj me dalë për asoj që më ndërtu. Se u pjek, kjo u pjek, nuk ndërën ma. Unë nuk e kam trunin kompjuter me formatizu kur dënë të dhe më ma instalu që është dënë kë për mirat tjereve ta mën. Ti nuk je këtu për mirat ta mën. Se ashtu I vjen me dhënu vetën tonë dhe me dalë për natyrës tonë originale dhe të vërtet. Jo mo s'moj. S'mundesh, u pjek jo. Ti ki ma që të mentalitet. S'moj, jo, mua di shka sëm stëde.
Po në rregull. Ajo po... Çato e thue? Po. Puna dhe mentaliteti thuj në fund botës më shku. Ajo u posë më tha, fuck you. Unë i thash ti budall. Po. Edhe ma shumë e vlerësojshin, ma shumë i thoshin se... Se si ki cikë që tu. Ti kështë si tu ke mujtë me këtë debatin për vitës. Jo, thuj mas po Po orëve i tri thash, atë se pasi ku thash, pa e më tha ma thash fuck you. Pa thash ma thash fuck you, thash e më tha fuck you, unë i thash budall. Edhe tjetër ato i për në aspektin e punës, thot njëri një herë dy, na i kryna 2 herë mrenda ditës, po jo çdo 15 minuta. Veprimi i saj ka qenë ngacmues çdo 15 minuta, për cilën është tu e kish përdorur detyrën. Ti ki drejt me thonë 2 herë në ditë edhe se nuk e kry veprimin, ama jo çdo 15 minuta. Ka tha votat e popullit. Për mandarinat, që dulim shkajderës, aty për mua ka pas. Ani ku tha i ka votat e popullit, që kjo i ka votat e popullit, që kjo s'ta voton popullit. Unë aty nuk e disone se një për jashtë e heq. Unë nuk e një heq për jashtë aty, po... Banor, kujdes mikrofonin. Dëgjoni diçka, Po, e çfarë do krytëm. bëjë javës tjetër?